Air Albania, operatori kombëtar i fluturimeve ajrore, po shfaq probleme të mëdha ditët e fundit. Sipas faqes zyrtare të Tirana International Airport, gjatë ditës së djeshme 8 dhjetor Air Albania nuk ka kryer asnjë fluturim. Edhe për datën 9 dhjetor në faqen e tij nuk ka asnjë fluturim të planifikuar me Air Albania. Agjencitë e udhëtimit thanë për Monitor se nga shtuna operatori ajror nuk ka bërë fluturime. Pasagerët që kishin udhëtime ndërkontinentale tranzit përmes Stambollit janë drejtuar përmes aeroportit të Prishtinës ose atij të Podgoricës. Për datën 9 dhjetor, ndonse në faqen e tij nuk shfaqet asnjë fluturim i programuar nga Air Albania, agjencitë thanë se në sistem vazhdojnë të figurojnë fluturime edhe në faqen e Air Albanias. Është e mundur të blesh bileta drejt Stambollit nga e marta në mbrëmje, ndonse në faqe ka shumë destinacione, kompania prej kohësh operon vetëm me linjat e Stambollit dhe Milanos, por tashmë drejt Milanos nuk ka më asnjë fluturim, i vetmi destinacion ku Air Albania po vazhdon të shes bileta është Stambolli. Agjencitë e udhëtimit thanë se kompania ka njoftuar se të martën do të rifillojë fluturimet dhe në sistem udhëtimet rezultojnë aktive. Problemet me operatorin kanë filluar pasi Turkish Airlines ka njoftuar se ka vendosur të shes gjithë pjesën e saj prej 49% në Air Albania. Agjencitë e udhëtimit thanë se deri të shtunën ato mund të prisnin bileta përmes Turkish Airlines për udhëtime tranzit, ndërsa biletat nga Tirana në Stamboll priten nga vetë Air Albania. Nga shtuna kur dhe ndaluan fluturimet e Air Albanias, agjencitë nuk mund të prisnin më me Turkish. Në mes të muajit nëntor, me një njoftim të publikuar në platformën turke të transparencës publike, Turkish Airlines deklaron: "Bordi ynë ka vendosur të shes të gjitha pjesëmarrjen në Air Albania SHPK, në të cilën kompania zotëron 49%. Zhvillime të rëndësishme do të ndajmë së shpejti me investitorët." Air Albania u themelua zyrtarisht më 16 maj të vitit 2018 si një partneritet publik-privat mes Shqipërisë dhe Turqisë. Linja ajrore kishte si aksioner kryesor kompaninë turke Turkish Airlines 49.12% dhe aksionet e mbetura i ndajnë ndërmarrjet shtetërore shqiptare, Alb Kontrolli dhe një kompani private shqiptare MDM Investment. Fluturimi i parë i rregullt u bë në 14 shtator 2018 në linjën Tiranë-Stamboll. Në vitin 2023, Air Albania arriti të ishte operatori dytë më i madh në vend me 7% të tregut, por në vitin 2024 zbriti në vend të tretë me një peshë prej 3.4% sipas numrit të pasagjerëve. Konkurenca e Wizz Air dhe Ryanair ka ndikuar në aktivitetin e këtyre operatori në destinacioneve përveç Stambollit. Kompania nuk ka dorëzuar asnjëherë bilans sipas të dhënave nga tatimet. Shërkëndimi vjetor i kompanisë ishte rreth 3.8 miliard lekë në vitin 2021 për të arritur në rreth 5 miliard lekë në vitin 2022 dhe 5.5 miliard lekë në vitin 2023. Në vitin 2024, të ardhurat janë rreth 4 miliard lekë sipas të dhënave indirekte nga tatimet. Kompania ka rezultuar historikisht me humbje të larta, duke e kthyer atë sot në një shoqëri praktikisht të falimentuar.